Sigurimi shëndetësor po hyn fuqi në Kosovë. Hajde t'i shohim detajet. Nëse nuk e dini, sigurimi shëndetësor po hyn fuqi në Kosovë, projekt ligji veç është miratu, tash po pritën procedurat finale. Ideja është që çdo qytetar pa përjashtim me pas sigurim shëndetësor të detyrueshëm. Po çysh funksionon? Prej pagës, një pjesë pritet me tunal për sigurim shëndetësor, ndërsa një pjesë tjetër paguhet nga punëdhënësi. Për shembull, nëse e ki pagën 1000 euro, rreth 35 euro të ndalen direkt ty nga paga, ndërsa një pjesë përafërsisht në të njëjtën shumë e pagun punëdhënësi për ty. Pra afro 70 euro në total në muaj shkojnë për sigurim shëndetësor. Në këmbim të kësaj vlere, qytetarët pritet me pas mbulime, kontrolle mjekësore, analiza bazike, barna esenciale, për të gjitha këto kryesisht në spitale publike. Po pyetja kryesore mbetet, a është i gatshëm sistemi publik shëndetësor për këtë fluks më të madh të pacientëve, sepse realiteti sot është që shumica e qytetarëve për analiza, kontrolla e trajtime po detyrohen me shku në spitale private. Dhe krejt në fund pyetja është, a ka me i kthy sigurimi qytetarët në sistemin publik, apo njerëzit kanë me vazhdu me pagu 2 herë, sigurimin e obliguar prej shtetit edhe kontrollën në spitale private. A ka me përmirësu realisht kjo sistemin shëndetësor në Kosovë, apo qytetari veç ka me pagu edhe një fakturë mujore më shumë? Këtë mbetemi me pa. Për më shumë video si kjo, follow Urbanin të gjitha platformat dhe subscribe në YouTube.